Mirëmbrëma dhe faleminderit për durimin e treguar në këtë ditë maraton tonë sot këtu nga selia e Partisë Socialiste. Skuadra jonë në Lezhë do të ketë 9 emra kandidatësh. Do ta kryesoj unë këtë skuadër për zgjedhjet e 11 majit. Në listën e mbyllur do të kemi 2 kandidat, Ulsi Manja si drejtues i qarkut dhe Ermal Pacaj. Në listën e hapur, sigurisht kemi 7 kandidat të tjerë që të gjithë prurje të reja kandidojnë për herë të parë në siglën e Partisë Socialiste. Më i vjetri në këtë listë sigurisht jam unë, sepse mosha mesatare e kandidatëve të skuadrës tonë përfaqësuese në qarkun e Lezhës është rreth 38 vjeç, u kam rritur unë pak fakt moshën, si më i vjetri, dhe më i riu është 26 vjeç. Është një listë përfaqësuese, reflekton profesionet ndryshme, eksperiencat ndryshme, por dhe është një listë përfaqësuese për të 3 bashkitë e qarkut, në Lezhë, në Kurbin dhe në Mirdit. Sigurisht në listën e hapur 4 kandidat i takojnë Bashkisë Lezhës, 2 kandidat të lista e hapur përfaqësojnë Bashkinë e Kurbinit dhe 1 kandidate përfaqëson Bashkinë e Mirditës, por e gjithë lista jonë sigurisht të radhë ka një komponent të rëndësishëm që është vota e diasporës. Le të themi në 3 bashkitë e qarkut që ka Lezhë, po t'i referohemi numrit të votuesve të regjistruar në diasporë bërë publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne tashmë jemi me 4 bashki. Diaspora është bashkia e 4 e këtij qarku dhe e bën listën tonë shumë më përfaqësuese dhe le të themi do të kemi një garë shumë të fortë. Ermal Pacaj, që do të jetë në listën e mbyllur së bashku me mua, ka studiuar në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe nga Psikologji, ka mbajtur poste të ndryshme në sektorin publik dhe privat, është përzgjedhur nga portali Deputeti që dua. Ermali është i djali i rritur në Partinë Socialiste, çka tregon vlerësimin që Partia Socialiste ka për kontributor si Ermali që e ka nisur karrierën që në moshë shumë të re në Partinë Socialiste. Admir Kadeli. Sigurisht Admir Kadeli është me profesion ekonomist, financbank, është i angazhuar në sektorin privat, edhe Admiri është marrë nga portali Deputeti që duam dhe le të themi ata që e njohin Admir Kadelin, Admiri është djalë që ka kontribuar familjarisht, por dhe personalisht në Partinë Socialiste dhe le të themi është vlerë e kësaj liste. Andon Gjoni, sigurisht është i diplomuar për informatikë ekonomike, është njohës i mirë i sektorit financiar dhe IT-s, edhe ky është kandidat nga portali Deputeti që duam dhe është prurje e re për Partinë Socialiste, 26 vjeç. Andoni është më i riu në listën tonë. Vim me Klotilda Ndrecën, ka mbaruar Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin Luigi Gurakuqi, nga portali Deputeti që duam, ka punuar në sektorin publik dhe privat, le të themi kandidon rishtas në listën tonë dhe është rikthyer familjarisht në Lezhë për të vazhduar kontributin për Lezhën, por edhe për Partinë Socialiste. Erion Markaj do të përfaqësoj Bashkinë e Kurbinit, është i diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë dhe Ekonomisë, sigurisht ka një kombinim përvoje në sektorin publik dhe sektorin privat, edhe Erion Markaj vjen nga portali Deputeti që duam, kandidon për herë të parë për Partinë Socialiste në Kurbin. Po ashtu Bashkinë e Kurbinit të radhë do të kemi Marieta Nelin, një mësuese me eksperiencë, kjo në fakt është pas meje është më e vjetra në moshë, vjen nga portali Deputeti që duam, ka punuar në zonën e Kurbinit me një kontributore e shkëlqyer në fushën e arsimit dhe mësimdhënies, kandidon për herë të parë në listën e Partisë Socialiste. Për të vazhduar pastaj me Aurora Reçi. Aurora Reçi Gjeloshi. Ka studiuar për administrim biznes, ka punuar në sektorin publik dhe privat. Aurora është në fakt nuk vjen nga portali Deputeti që duam, por është një kontributore dhe një prurje e re që do të jetë një vlerë e shtuar në skuadrën tonë për qarkun e Lezhës.
dhe në mos gaboj, lista jonë për Mirditën do të ketë Pranvera Skana. Pranvera Skana ka mbaruar fakultetin e historisë dhe filologjisë për komunikim dhe media, mban gradën doktore e shkencave dhe lektore me kohë të plot në një universitet publik dhe me kohë të pjesshme në disa universitete private, vjen nga portali Deputeti që duam. Aurora, më falni, Pranvera është një vlerë e shtuar për skuadrën tonë të Partisë Socialiste në Bashkinë e Mirditës. Edhe kjo është kontributore në parti, e ka nisur që në rinin e saj kontributin në çdo fushat Partisë Socialiste në Mirditë, dhe me këtë listë përfaqësuese ne mendojmë që gara jonë në qarkun e Lezhës për të marrë mandatin e 4 në këtë qark do të jetë një fushat, një garë dinjitoze. Ne i ofrojmë një listë me figura tërësisht të reja banorëve të qarkut të Lezhës dhe mjafton të shihni listën e skuadrës tonë në qarkun e Lezhës dhe listat e kundërshtarëve tanë në qarkun e Lezhës. Unë besoj që banorët e këtij qarku në diasporë, por dhe në të 3 bashkitë, në Lezhë, në Mirditë dhe në Kurbin, do ta kenë të lehtë zgjedhjen. Është një gjenerat kandidatësh që kanë lindur dhe janë rritur me ëndrrën për ta pasur Shqipërinë BE dhe u takon po këtyre që me votën e qytetarëve të Lezhës në datën 11 maj, pse jo në udhëheqjen e Edi Ramës si kapiteni kësaj skuadre në mandatin tonë të 4, ne të shojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit. Faleminderit Ministër Manja, suksese.